Qarku i Kukësit është përfshirë nga rreshje bore dhe shiu me intensitet mesatar, veçanërisht në zonat mbi 500 metra lartësi, që kanë shkaktuar temperatura nën zero. Në Valbon, trashësia e borës ka arritur deri në 10 cm, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Në aksin nacional Bulqiz, Ura e Çerenezit raportohen zona me prezencë akulli, ndaj policia i bën thirrje drejtuesve të mjeteve të udhtojnë me kujdes të shtuar dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Kompania përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve ka nisur hedhjen e kripës për shmangjen e akullit dhe për të garantuar qarkullimin e sigurt. I gjithë territori i qarkut Kukës në lartësi mbi 500 metra është përfshirë gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit nga rreshje bore dhe shiu me intensitet mesatar. Bashkitë e Kukësit, Hasit dhe Tropoj raportojnë se nuk ka pasur emergjenca të mëdha përveç 39 abonenteve në fshatin Llukaj, njësia administrative Dhukaj, ku po punohet për rikthimin e furnizimit me energji. Autoritetet apelojnë për vëmendje maksimale gjatë lëvizjes në rrugë dhe paralajmërojnë se kushtet e motit mund të përkeqësohen në orët e ardhshme. Subjektet kontraktore vijojnë pastrimin dhe kriposjen e rrugëve për të garantuar qarkullim të sigurt në të gjitha akset kryesore të qarkut.